do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Sokol Bregu. Sokol, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Atëherë, Sokol, 21 pandehur për grup kriminal, tentativ vrasje dhe trafik droge. Si ka funksionuar ky grup dhe cili ishte roli i secilit në përgjithësi? Shiko, më lejo ta nis në një mënyrë pak më ndryshe. Akuza kryesore aty është tentativa e vrasjes Ardian Çapjas. Duhet të dim në një pikë që Ardian Çapja dhe Suel Çela pothuajse janë armiqë të betuar të njëri tjetrit. Jo vetëm ky proces, po asnjë lloj procesi nuk mund ta ndalë armiqsinë që ata kanë me njëri tjetrin. Ka patur një tentativë më herët të Ardian Çapjas për ta ekzekutuar Suel Çelën, ka pasur disa. Ka pasur më pas disa tentativa të Suel Çelës për të ekzekutuar Ardian Çapjas. Ata janë dy personazhe të botës së krimit në Elbasan që gjatë gjithë kohës janë përpjekur të ekzekutojnë njëri tjetrin. Por ajo që bie në sy në dosjen e SPAK, dhe ky do të jetë një proces shumë i veçantë për tu parë në mënyrën se si do të hetohet, se si do të gjykohet, se për tu hetuar është hetuar, është se vetëm për tentativën e vrasjes së Ardian Çapjas ne kemi aty 15 persona të përfshirë, por të 15 janë përfshirë me të njëjtën akuzë. Normalisht në një histori të tillë kemi një situatë. Suel Çela ka qenë organizatori për ekzekutimin e Ardian Çapjas. Ekzekutuesi fizik ka qenë Prekodë. Tani, me të njëjtën akuzë janë dhe 13 persona të tjerë të cilët dyshohen se dikush mund të ketë parë nëse kalonte policia, apo dikush mund të ketë bërë një veprim tjetër. Tani, me të njëjtën akuzë të 15 nuk mund të qëndrojnë në konceptin, pra përgjegjësia e gjithë secilit nuk është ajo e përgjegjësisë që duhet mbaj organizatori, le të themi, në këtë rast. Prokuroria ka marrë 15 veta në një akt dhe kjo do parë se si do ta shohë gjykata rolin e gjithë secilit në këtë pikë. Mos harrojmë që kemi një tjetër gjë që nuk ka patur një vendngjarje, sepse goditja ka qenë nga shumë larg. Nuk kemi një vendngjarje të shoqëruar me prova dhe kjo do të jetë një proces, mendoj unë, me ballafaqime të forta në gjykat, sepse gjithçka është marrë nga skaj dhe encrochat dhe nuk ka shumë prova fizike të jetë për të vënë përpara përgjegjësisë personat e tjerë të përfshirë. Pra ajo që duhet të them është që në të 21 ata që janë çuar për ndjekje penale, 2 prej tyre janë për korrupsion, 2 gjyqtar, një polic. Kjo është një tjetër pikë e dosjes, sepse mund vërtetohet nëse është kryer procesi gjyqësor dhe nëse ka dalë apo jo. Mund të gjendet një provë. Por ajo tek vrasja, ajo domethënë mua më bën një përshtypje dhe do ta ndiqja me shumë interes këtë proces gjyqësor, duke parë që nuk mund të ketë, nuk po përmend një emër nga të akuzuarit, nuk mund të ketë të njëjtin akuzë dikush që ka vrojtuar rrugën me Suel Çelën, i cili ka kryer dhe ka kërkuar këtë organizim dhe ban përgjegjësinë dhe peshën për ekzekutimin e Ardian Çapjas. Duke marrë të njëjtën akuzë të gjithë, kjo më duket pak e çuditshme se si do të provohet dhe si do të shkojnë në gjykat, duke patur gjithmonë parasysh që kemi vetëm prova që vijnë nga skaj dhe encrochat. Sokol, ti përmende gjyqtarët, një ndër të pandehurit, pra të 21 personave në total, është edhe ish gjyqtare e Elbasanit, Pajtime Fetau. Cili ka qenë roli i saj dhe a ka persona të tjerë nga drejtësia të përfshirë në këtë dosje? Jo, me sa di personat të tjerë jo, janë përfshirë të gjithë ata që janë brenda këtij episodi të ndarë nga SPAK në hetimin e saj. Bëhet fjalë për 2 episode, për 2 liri me kusht, në të cilat konfirmohet që
është bërë domethënë është kryer si një akt. Besoj që tek çështja e gjyqtares nuk është se do të ketë një proces të vështirë. Vetë GKK-ja më herët i ka zbutur masat e sigurisë së saj për një çështje për arsye shëndetësore. Ajo është larguar nga sistemi i drejtësisë. E mendoj që pothuajse procesi ndaj pajtimit fetaut në thonjza është kryer tashmë, janë marrë të gjitha masat që mund të merreshin prej saj, pritet vetëm një vendim se sa do ta gjykojë GKK-ja në përfundim të këtij procesi, i cili kuptohet do të dojë edhe përveç një vit që mund të jetë procesi gjyqësor, do dojë dhe kohën e vet për të marrë një formë të prerë. Gjithsesi duhet ta themi, duhet jemi të kujdesshëm gjithmonë për të thënë që derisa të kemi një vendim të gjykatës së apelit, prezumohen të gjithë të pafajshëm. Sokol, një tjetër emër që është në listën e të akuzuarve është edhe ish drejtori i krimeve Dedan Gjoni. Çfarë tregon kjo për bashkëpunimin e policisë me grupet kriminale në opinionin tuaj? Dedan Gjoni nuk është era e parë, ai del edhe në dosje të tjera në këtë pikë. Është me një masë sigurie për një tjetër çështje. Roli në fakt që ka këtu në këtë dosje është më i lehtë se ai rol që ka në dosjen për të cilën është arrestuar në fillim. Nëse këtu ka vetëm një dhënie informacioni, te dosja tjetër ka një përndjekje për ekzekutimin e dy personave. Këtu ka një rol më të lehtë nga ana ligjore, nga ana penale në veprimtarinë e tij, por në dosjen tjetër ai ka një rol për ekzekutimin e dy vëllezërve, jep të informacion personave të inkriminuar dhe mendoj që dënimi i tij ose mos dënimi i tij në këtë dosje vlen pak për të nga ana ligjore, për shkak se në dosjen tjetër gjërat e tij janë vështirësuar shumë ka më shumë prova dhe dënimi i tij do të jetë shumë i rëndë në krahasim me këtë dënim, nëse do ta marri, nëse do të gjendet frektor me atë dënim që e pret. Pra, me dy dënime ato do të bashkohen edhe në anën ligjore dhe nga dënimi i tij që mund të marri në këtë proces, do të ishte shumë pak në krahasim me atë që do të ishte në përgjithësi vepra e tij penale. Për sa i përket policisë, pastaj këtë e kemi folur prej kohësh. Dedan Gjoni nuk është as i pari as i fundit. Për mua ka me dhjetra dhe me qindra që shërbejnë organizatave në këtë vend. Edhe gjithmonë më vjen keq vërtet që policia ende nuk po gjen dot veten e saj për një vet pastrim apo për një largim. Nuk është Dedan Gjoni as nuk është i vetmi në burg për këtë veprim ligjor, veprim antiligjor. Ka shumë të tjerë që ndodhen, publiku tashmë është njohur, disa prej tyre kanë mbaruar dënimin dhe po dalin. Vetë fakti që shumë prej tyre janë në përburgje dhe janë gjetur në bashkëpunim tregon edhe se në cilën pikë është policia në këto momente. Hetimet e Spakut për grupin e Suel Qelës, a mendoni se janë përfundimtare, apo mund të ketë detajet të tjera të pasbuluara dhe a mendoni se ka personat politikës të lidhur me të? Ja, kjo është e vështirë për të gjendur. Shiko, Suel Qela është akuzuar gjithmonë për lidhjet e tij me politikën, por gjithmonë ato lidhjet me politikën, domethënë një herë me këtë herën e fundit të akuzuan sikur edhe po organizon takimet e kundërshtarëve të Partisë Demokratike në Elbasan, përderisa Spaku nuk ngre një akuzë të tillë për përfshirjen e tij në politikë, kjo pastaj mbetet pak për tu vlerësuar nga ana
nga ana ligjore në këtë pikë, cilat janë vlerësimet e tij, lidhjet e tij me politikën, unë nuk di ta them, sepse këtë zakonisht e bën politika, por e kanë lidhur me aq shumë persona në politikë sa duket sikur ai ka shumë lidhje politike dhe e drejton politikën. Kjo do më duke pak e çuditshme në të gjitha krahët, domethënë të bashkëpunonin me të. Fundi e fundit ai ka një ndikim në Elbasan dhe jo në të gjithë në atë që dim, jo në të gjithë Shqipërinë. Dhe kjo do ta merrja me shumë do të isha shumë i distancuar nga kjo logjika. Ka lidhje me politikën, po duhet të ketë çdo lloj është binom, krimi me politikën është një binom, kështu që diçka duhet ta ketë, një lidhje duhet ta ketë, po se me kë duhet presim spakun, sepse vërtet e kam parë shumë herë liderin e opozitës që e akuzon për çdo lloj lidhje të mundshme në Shqipëri, por këto nuk janë kthyer kurrë në një akuzë nga spaku apo nga prokuroritë e tjera. Ajo me të cilën ai ndodhet sot është një nga gjërat, akuza që është ngritur për të është një nga gjërat që jo vetëm e di, ku e di unë, jo Elbasani, por gjithë Shqipëria, domethënë tentativën për vrasjen e një prej kundërshtarëve të tij, e cila mendoj unë që edhe sikur të dënohet apo mos dënohet në këtë pikë, ato prap do vazhdojë, ata prap do tentojnë ta ekzekutojnë njëri tjetrin. Ajo është një histori akmarrje e cila nuk ka përfunduar kurrë, domethënë në pikën e saj midis dy personave, Suel Çelës dhe Ardian Çapjas dhe familjes së tij. Domethënë ose në këtë pikë kjo nuk ka për të mbyllur kurrë ndonjëherë, edhe sikur të ketë dënime në kjo është një tjetër çështje pastaj. Lidhjet politike në fakt ashtu siç e pam, SPAK nuk do t'i falte. Në të gjitha komunikimet që kanë nxjerrë me të, nuk ka ndonjë komunikim që ka ai në politikë. Ashtu siç e pam, ka lidhje në polici, ka lidhje në gjykat, absolutisht që këto janë vërtetuar janë në dyshim se do jenë pjesë e procesit gjyqësor, por SPAK nuk na dha ndonjë indicie apo ndonjë provë që mund të kishte lidhje me politikën, për sa i përket anës ligjore, kuptohet, edhe në atë anës së dyshuar që SPAK po ngreson. Pika tjetër që mund ta mbyll është që këtë pyetje është fakti që shiko, ky është i vetmi proces në cilin SPAK po shkon dhe nuk ka të penduar. Pra nuk ka dëshmitar. Në të gjitha proceset e tjera ka dëshmitar, ka të penduar të drejtësisë. Ky është një proces i cili lidhet vetëm me Skaj dhe Enkro Çap. Kundërshtarët e Suel Çelës, dy vëllezërit Çap janë dënuar me burgim të përjetshëm për ekzekutimin në vitin 2012, por në sallën e gjyqit ka patur një të penduar. Të gjithë të tjerët që po dënohen tani për vrasjet e kryera në Shqipëri nga viti 2017 deri në vitin 2022 kanë jo një, po dy të penduar. Është Nureddin Dumani, është edhe Erion Alibej. Në këtë proces nuk kemi një të penduar që mund të ishte një përforcues në dëshmin në akuzat që do të ngej prokuroria. Lidhur me këtë pikë, do ta shija me shumë vëmendje këtë proces se si do të zhvillohet midis akuzave dhe provave që ka sjell prokuroria e speciale në bazë me të dyshuarit. Pra, se ne themi vetëm Suel Çela, po problemi është ai është vetëm një dhe është organizatori, po të tjerët a kanë ndonjë përgjegjësi në të gjithë këtë. Pra, vërtet ai e merr vëmendjen për shkak të emrit mafje Suel Çela ka. Por aty nuk është një, aty janë 21. Dhe ajo që do bëja ajo që do shija me shumë vëmendje është këta 20 të tjerët. A janë vërtet domethënë në këto dyshime përveç asaj që ka për Suel Çelën, sepse vërtet është ky, po janë 20 të tjerët. Dhe këta duhet i shohim në një pikë se cili është akuza që është ngritur me
me të. Dhe nuk është në një çudi aty, ka edhe absolutisht janë edhe persona të tjerë për të cilët unë në disa pika mendoj që pa ndonjë rezervë mendoj që janë edhe mund të jenë edhe të pafajshëm. Sokol, të falenderoj për bisedën. Ju falenderoj.